Skënderbeu duket gjithnjë më pranë rikthimit në elitën e futbollit shqiptar, kur kampionatit kategorisë së parë kanë mbetur edhe 5 javë nga përfundimi. Korçarët kryesojnë me 3 pikë më tepër se Laçi dhe 6 pikë ndaj Pogradecit. Këto diferencë japin avantazh të rëndësishëm skuadrës bardhakuqe që tashmë është e veten shumë pranë ngjitjes në kategorinë superiore. Me një llogarit thjesht 2 fitore dhe 5 javë të mbetura, do të mjaftonin për të vulosur rikthimin mes më të mirëve. Në javën e radhës Skënderbeu luan shtëpi ndaj Iliria të Fushkrujës, një ekip që ka në përbërje lojtar cilësor e që mund të hapin probleme. Më pas, korçarët udhtojnë drejt transfertës me Burelin, ndërsa në vijim presin në shtëpi Kastriotin. Sezoni mbyllet me 2 përballje pikante, ato ndaj rivalëve direkt, Laçit e Pogradecit. Megjithatë, në kampin Korçall llogarit duken të qarta, 6 pikë të nevojshme synohen sigurohen përpara këtyre sfidave për të festuar rikthimin në superiore, pa pritur fundin dramatik të kampionatit.